Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo bimë është bekim nga Zoti. Kush e ka në shtëpi nuk do vuaj kurrë nga këto sëmundje. Rozmarina është një barishte me gjethe shumë aromatike. Përdoret gjithësisht në kuzhinën mesdhetare. Përveç përdorimeve të shumta në kuzhinë, rozmarina është e përdorur për mijëra vitesh për të trajtuar një sër sëmundjesh, duke përfshirë probleme me tretjen, dhimbjet e kokës, pagjumsinë, dhimbjet reumatike dhe si një tonik për të përmirësuar mirëqenien fizike, emocionale dhe mendore. Rozmarina përmban mbi 500 fitokimikate të ndryshme të lidhura me përfitime të ndryshme shëndetësore. Përfitimet shëndetësore të rozmarinës janë të larta. Ndaj, sipas del saj, do të rendisim disa prej tyre në këtë video. Mund të ndihmojë në mbajtjen e trurit të shëndetshëm. Rënja konjuktive, e cila ndodh kryesisht me kalimin e moshës, mendohet se shkaktohet pjesërisht nga dëmtimi i qelizave të trurit nga radikalet e lira, të cilat janë molekula të dëmshme që gjenden në mjedisin ton, në ushqime, madje edhe të çliruara vetë nga sistemi jon imunitar. Studime të ndryshme kanë treguar se acidi karxonik dhe acidi rozmarik, fitokimikatet që gjenden në rozmarin, mundet të ndihmojnë në neutralizimin e radikaleve të lira dhe shkencëtarët besojnë se kjo mund të ndihmojë edhe në mbajtjen e trurit më të shëndetshëm. Rozmarina është një nga barishtet më të mira për të ndihmuar në aktivitetin e një truri më të fortë, gjithashtu edhe një kujtese më të mirë. Ekspertët e cilësojnë rozmarinën si një nga erëzat produktive për të rritur performancën e kujtesës dhe për të mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacionet e rënies së aftësive mendore. Humbja e kujtesës lidhet gjithashtu me plakjen e trurit dhe dëmtimet nga stresi oksidativ. Përsëri besohet se antioksidantet e rozmarinës ndihmojnë në luftimin e këtij dëmtimi dhe mbrojnë nga humbja e kujtesës. Edhe pse shumica e ulëntimeve është bërë te kafshët, ka disa studime që sugjerojnë se rozmarina mund të ndihmojë në përmirësimin e kujtesës dhe të mësuarit tek njerëzit, citojnë ekspertët. Mund të ndihmojë me tretjen. Një nga arsyet që rozmarina kombinohet tradicionalisht me mishin e qingjit është sepse mendohet se stimulon mëlçinë për të prodhuar bile, e cila ndihmon trupin të tresë yndyrën. Studimet e kryera tregojnë se ekstrakti i rozmarinës mund të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit në traktin tretës, gjë që sugjeron se mund të jetë e dobishme për ata që vuajnë nga sëmundjet inflamatore të zorëve të irrituar. Neuropatët shpesh rekomandojnë çajin e rozmarinës për të ndihmuar në lehtësimin e simptomave të dispepsisë, duke përfshirë këtu edhe fryrjet dhe ngërçet e stomakut. Rozmarina mund t'ju ndihmojë për të qëndruar më vigjilent. Nëse jeni në sezonin e provimeve ose keni një udhëtim të gjatë përpara, për të mos ndjerë përgjumje, provoni të nuhasni vaj rozmarine. Një studim i kryer nga infermierët që punonin në turnet e natës zbuloi se grupi që u dha nga një pikë vaj esencial rozmarine për të thithur ndjehej më pak i përgjumur dhe më vigjilent. Mund t'ju ndihmojë në luftimin e erës së keqe të gojës dhe luftimin e sëmundjeve dentare. Fitokimikatet në rozmarin besohet se kanë efekte antibakteriale që ndihmojnë në neutralizimin e bakterieve përgjegjëse për erën e keqe të gojës. Gargara me një përzierje të ujit të ngrohtë me një pikë vaj rozmarine thuhet se ndihmonte në mbrojtjen kundër problemeve të tjera si prishja e dhëmbëve dhe gingiviti. Një studim në të cilën njerëzve u kërkua të përdornin një pastë të dhëmbësh që përmban ekstrakt e rozmarinës zbuloi se grupi që përdorte pastën e dhëmbëve me rozmarin kishte më pak probleme të mishrave të dhëmbëve dhe pllakëzave, ndërsa grupi që përdorte një pastë tjetër dhëmbësh pati më pak përmirësime. Mund të ndihmojë në lehtësimin e stresit, ankthit dhe depresionit. Disa studime kanë treguar se fitokimikatet të quajtura polifenole në rozmarin kanë veti antidepresive dhe kundër ankthit. Prandaj, përthithja e vajit të rozmarinës ndonjëherë rekomandohet si një trajtim për stresin. Mekanizmin me të cilën funksionon nuk është kuptuar plotësisht, por disa studime sugjerojnë se ndihmon në uljen e niveleve të hormonit të stresit, kortizolit dhe rritjen e niveleve të hormonit të ndjenjes së mirë në tru, siç është dopamina. Mund të ofrojë mbrojtje kundër disa llojeve të problemeve të radikaleve të lira.
Acidi karzonik, një nga fitokimikatet që gjenden në rozmarin, njihet si një antioksidant i fuqishëm. Disa studime sugjerojnë se mund të ndihmojnë në ngadalësimin e rritjes së qelizave të dëmshme në trup dhe zvogëlon rrezikun e zhvillimit të problemeve. Mund të ndihmojë gjithashtu edhe përmirësimin e sistemit imunitar. Fitokimikatet, acidi karzonik dhe gjithashtu acidet rozmarike që gjenden te rozmarina kanë veti antibakteriale, antivirale dhe antifungale dhe janë aktive kundër një sër bakteresh të zakonshme, të cilët ndikojnë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj. Rozmarina mund të përdoret në forma të ndryshme dhe vlerat që i ndikojnë në shëndetin tuaj e bëjnë atë një nga bimet më të veçanta për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Vlera dhe përfitimet që marrin nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri në organizëm. Kjo bimë aromatike që bën pjesë në familjen e mentes rritet me shumicë edhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret si një shije e shtuar në gatime. Zakonisht është e njohur për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit ose përmirësimit të memorjes. Në këtë spektër, si vlera dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç e thamë që nga gatimi deri te vajrat esencial. Në këtë video do ju tregojmë disa vlera të tjera të kësaj bime që mund t'i përdorni për një sër përfitimesh të organizmit. Ajo ka ndikime pozitive në shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjen në gjak dhe ndër më të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkëri, do të thotë më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore rrezik për jetën. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale, ekzistojnë mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim i mirë i vitaminave, përmban vitaminën A, C, K, duke përfshirë edhe minerale si magnezi, kalcium e zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar duke nxjerrë jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm për problemet e mushkërive, rozmarina mund të jetë shpëtim edhe për nxjerrjen nga organizmi të pluhurit dhe ndotjes. Kështu që nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive, mjafton të shtoni konsumin e kësaj bime aromatike. Mund ta pini si çaj, të bëni masazh në krahëror me vajrat esencial të rozmarinës dhe të konsumoni sa më shumë këtë ushqim. Rozmarina ka ndikime pozitive edhe në shëndetin e syve. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50 dhe do bëson shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet konsumi sa më i shpeshtë i kësaj bime të veçantë. Duke qenë e pasur me antioksidant, rozmarina ndihmon në lumturimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Për tretjen e mirë. Duke qenë e pasur me antioksidant dhe vitamina, kjo bimë ndikon edhe në tretjen e mirë të ushqimit. Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarine në secilin nga ushqimet tuaja për të përfituar një shije më të mirë dhe shëndet njëkohësisht. Rozmarina ka efekte pozitive në shëndetin e kujtesës. Ndihma që kjo bimë jep në memorie dhe në përqendrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si një recetë natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot, shumë studime e vërtetojnë këtë, duke e cilësuar rozmarinën si një nga bimët më të veçanta ushqyese për shëndetin e përgjithshëm. Rozmarina, sipas ekspertëve, mund të përmirësojë kujtesën tuaj deri në 75%, duke nxitur një memori më të fortë dhe duke parandaluar gjithashtu edhe luhatjet e saj. Ndaj, edhe ekspertët vazhdimisht këshillojnë përdorimin e kësaj erëze në gatimet ose në gjedhrat tuaja më të mira, ose edhe në formën e vajit, si një zgjidhje alternative për të marrë ndikimin e saj pozitiv për mbrojtjen e shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.